Alan Hart ishte një mjek dhe studiues amerikan që la një gjurmë të rëndësishme në historinë e mjekësisë. Por rruga e tij drejt shkencës dhe suksesit ishte e mbushur me sfida personale. Kur ishte fëmijë, ai njihej me emrin Lucille, pasi prindërit e tij mendonin se ishte vajzë. Megjithatë, që në moshë të vogël, Hart ndjente se identiteti i tij nuk përputhej me mënyrën se si e shihnin të tjerët. Ai kërkonte të jetonte si djalë, gjë që në fillim të shekullit 20 ishte shumë e vështirë dhe shpesh e papranueshme nga shoqëria. Në shkollë, ai përballej me vështirësi dhe paragjykime, por gjeti forcë tek studimi. Shkenca dhe arsimi u bën mënyra e tij për të kapërcyer pengesat. Hart studioi mjekësi dhe arriti të bëhej një mjek i respektuar. Pas konsultave me një mjek dhe pas një procesi të gjatë reflektimi, ai vendosi të kryente një ndërhyrje kirurgjikale për të jetuar sipas identitetit të tij. Kjo e bëri atë një nga personat e parë të dokumentuar në historinë moderne që realizoi një ndryshim të tillë, në një kohë kur kjo ishte pothuajse e panjohur. Megjithatë, kontributi i tij më i madh nuk lidhet vetëm me historinë personale. Si mjek dhe studiues, Alan Hart u përqendrua në luftën kundër tuberkulozit, një sëmundje që në atë kohë merrte jetën e miliona njerëzve në botë. Ai ishte ndër pionierët që përdorën në